Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima al-kathira. Allahun e nderuar, falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lëvdata e bekimet të Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut xhallahu ala me takimet, me ndajat tona të komentit të fjalëve të Allahut azza wa jall. Jemi tek kapitulli Tur dhe sonte inshallah do të jetë përmbyllje komente kësaj sureje. Nëse Allahu xhallahu ala që ta bën takim të dobishëm, të fritshëm në këtë dunja dhe shpërblyer tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Kemi thënë se në këtë pjesën e fundit të surës së Tur, Allahu te bareke ve taala i drejtohet kundërshtarëve të Muhamedit alayhi salatu wasalam, refuzuesve të shpalljes, i drejtohet me një varg pyetjesh. Këto pyetje nuk ju bëhen aty për të marrë përgjigje, por këto pyetje bëhen për të demaskuar pretendimet e tyre dhe për të rënuar gjitha arsyetimet që ata i shfaqin si arsyetim për mos pranim të udhëzimit të Allahut azza wa jall. Andaj Allahu xhallahu ala kët demaskim dhe kët, domethënë refuzim të tyre, Allahu xhallahu ala ka bërë përmes pyetjeve, që realisht janë edhe ironike, të pakuptimta. Domethënë, nëse që kjo është ajo që ju mendoni se për këtë refuzohet shpallja Allahu xhallahu ala, atëherë është me të vërtetë mjerim për juve. Në bazë të kësaj që të nderuar vëllezër, Allahu e ka përmendur në këtë sure, shohim se çfarë do pretendimi që mund ta kenë njerëzit, çfarë do arsyetimi që mund ta kenë për të refuzuar udhëzimin e Allahut azza wa jall, nuk mundet as përsa afër me të jetë me të vërtetën që Allahu e ka shpallë përmes Muhamedit alayhi salatu wasalam. Nganjëherë për shembull, ti mundesh nga dikush me kërku diçka që është në dobinë e tij, dhe ai mund të më refuzu. Refuzimi mund të jetë, domthonë, jo i sinqert, jo i vërtet, po s'paku mund të jetë i parafort me ato që ti po kërkon prej tij, deri dikun. Mirë, po kjo kur krahasohet çka Allahu po ju ofron dhe arsyet pse këta po refuzojnë janë në shpërputhje totale. Lidhje s'ka fare, domethënë, ajo që Allahu kërkon nga ata, edhe arsyetimi që ata e shprehin pse nuk e pranojnë udhëzimin e Allahut azza wa jall. Gjitha këtu të nderuar vëllezër, realisht na japin atë që e ka sëru Allahu xhallahu ala shpeshher në Kur'an, se refuzimi i shpalljes i udhëzimit asnjëherë nuk ka të bëjë me logjikën, nuk ka të bëjë me arsyen, nuk ka të bëjë me fakte, nuk ka të bëjë me argumente, por ka të bëjë me epshin. Ka të bëjë me kalkulime personale e psharake, ku njëri para se me e pranojë të vërtet, e kalkulon me epshin e tij. Çka i ndodh epshit tim, çka i ndodh kënaqësisë time, argëtimit tim, çka i ndodh përfitimeve të mia materiale nëse unë e pranoj këtë shpallje, e në bazë të rezultatit vendoset a me pranu apo jo. Prandaj vetë kalkulimi është shumë i ulët. Vetë kalkulimi është shumë i pa logjikshëm, i pa arsyeshëm. Prandaj këto që i ka përmendur Allahu xhallahu ala me rëndësimi i kuptu, për shkak se për që ta njerëz nuk besojnë. Ti mund të mënosh se mos ka ndonjë argument serioz, mos o diçka një me që e kanë gjendur një tmet tek fjalët e Allahu xhallahu xhelalu kështu me radhë, por ja është që nuk del jashtë kësaj. Jashtë kësaj që Allah e ka përmendur nuk del. Dhe sara dëgjon refuzimet e tjerëve në raport me udhëzimin e Allahu xhallahu ala, mund ta gjesh shpjegimin e kësaj në këto ajete, në këto pyetje që Allahu te barekuhu teala i ka përmendur në fund të surës së Tur. Në takimin e kaluar kemi përmendur disa nga ato, dhe tash do të vazhdojmë inshallah me pjesën e mbetur, por do ngjitemi pak më lart që
me undëlidh me rrjedhën e ajeteve që do t'i marrim sonte. Një nga pyetjet që Allahu u ka bërë thot am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. A thu vallë, refuzimi bëhet për shkak se ti kërkon nga ata shpërblim dhe kjo ata i ka rënduar. Domthon, ndoshta arsyetimi, kjo është mënyrë ironike, nuk ka çështu. Po Allahu azza wa jalla më tregu se edhe po të ishte kështu, s'është arsye me refuzuar. Lëre më që s'ka të bëjë me të fare. Domethënë, mos vallë shpallja u është bërë barë juve për dunja. Po e vështirëson dunjan e juaj, po ju fut në borxhe, po ju fut në probleme, dhe nuk jeni të gatshëm të paguani koston e pasimit, andaj refuzoni. A bëhet fjalë për këtë? Ju e kundërta është. E kundërta është. Të ndozëm, a kanë pagu sahabët koston e pasimit? Po e kanë pagu. Por a kanë pagu edhe Kurejshët koston e mos pasimit? Po e kanë pagu. Kush e ka pagu mashtrajt? Mere matë edhe me dunja e shë. Kurejshët e kanë pagu mashtrajt. E kanë pagu ma keq. Për shkak se të ndërlozër nuk matet kostoje e një sakrifice veç me pare. Kjo shumë e ullët. Matet me shumë tjera. Një nga kriteret më të rëndësishme me cilët matet kostoja a ja vlen një sakrificë apo jo, njësia kryesore këtu është imazhi, vlerat. Kurejsht e Mekës të ndërlozër a kanë gëzu respekt në mesin e arabëve? Po kanë gëzu respekt. Pse kanë gëzu respekt? Kanë gëzu respekt së koti. Kanë pas vlera, kanë pas burni, kanë pas bujari, kanë pas respekt. Kur kanë arë njerëz me e vizitu qabën, i kanë prit mirë, janë këthy njerëz me përsypet mira, i ka spërua Allahu Gjallë Gjallu me Muhammedin alayhi salatu wasalam. Tash, për me e refuzu të vërtetën, është dash me bo të dhëndë shumë, është dash me gënyu, është dash me mashtru, është dash me shtrëbnu. Krejt kjo ka kushtu me imazh të Kurejshve. Njerëz kanë paramenu që Kurejshit mund të binë këtë nivel. Dhe ka fillu me uzbir respekti që e kanë gëzu Kurejsh tek njerëzit. Ka fillu me uzbir respekti. Tash për shembull, kur një nga Kurejshet ka fol për shembull të tjerët që na duhet të jemi bashkë me mbrojt me adoptin, kanë thonë, s'është kjo ders për ty, nuk është kjo. Nëse ata kanë thonë për shembull që na duhet me ja garantu çdo kujt lirinë e shprehjes, ka unë atis. Më falë, po, keni dështu në këtë pjesë, keni dështu se njerin e keni t'ju e spelani, Nëse Kurejsht e Mekës kanë thonë, do të mja garantu çdo kujt lirinë e adhurimit, çka ka thonë me fisët e tjera kanë? Kujt pja ka të zoni këtë prallë? E keni njerën atë spelenin qabë me najtë, Prandaj, veç, dëmon, që kjo humbje kredibilitetit, autoritetit, kjo rënje e Kurejshve nga zemrat e njerëzve, ka qenë lajmi kryesor dhe ka qenë paralemrimi kryesor për rënje tyre në këtë nivellit e tjera. Kjo është ligji Allahu xhallahu ala të rruzër. Njerëzit para se mu ngrit në tokë, ngritën zemrat njerëzve. A duhet më ngrit të të smesere është këpojnë. Po njerëzit me dasht një kulturë, njerëzit vazhdojnë me dasht një elitë saktuar, me respektu, mbi bazë e kësaj ndërtojt edhe, pastaj respekti i tyre dhe ndërtojt mbi bazë e kësaj edhe autoriteti dhe ndikimi tyne. Kur fillojmë me nga zemrat e njerëzve, kjo është paralajmërim esencial se ka me radhën nga toka. Çështë rregull apo? Prandaj Jusufi alayhi salatu wasalam kur është nxjerr nga bunari, e është shit në treg. Shikoj është shit, vëllazër. A di që vjen me të shit dikush në treg si mall? Mall i shit. E ka ble kryeministri asaj kohe ka ble.
Po me gjithat e ka ble, apëton. Edhe ka shërby, apëton. E këti procesi të rënjes në bunar, dalës nga bunari, marrës nga karavani, dhe shqitjes treg, dhe marrës nga kryeministri, Allah i ka thonë, kedhalike me kenna li Jusuf, një kështu e bëjmë udhëhec Jusufin, çfarë udhëheci, Allah? Çfarë udhëheci, Allah? Udhëheci për shkak se, para se me përmend Allah këtë fjalë, e ka përmend, domethënë, një qëndrim të atij zyrtarit nalt, kryeministrit, që ja ka rrëmby Jusufi zemrën, apo? Ka unë ekrimi me thua, në rënë e mirë këtë se ky komën e u dash një ditë, apëton. E kanë kuptu që kësë është thjesht raba, apëton. E fakti që ja ka rrëmby zemrën, ka qenë paralemrim se kam ja u marrë edhe autoritetin e pushtetin, apëton. Pra e të në të vëzër, njerëzit kur dojnë, t'i japin që kanë. Kur nuk dojnë, presin momentin me ta marrë keq ati kanë dhonë, apëton. Regull është kjo, apëton. Kjo regull është. Ndi Allahu Gjellara po thëtë, Kurejshve, e mjesë e lukum e gjëran, aj në këmbim me udhëzimin që po dëmë ja udhonë, apo i lyp pare, ju s'pë lyp pare, apo i lyp autoritet, ju s'pë lyp autoritet, ju i kini ofru autoritet a i s'ka dasht. E mirë, cëla është ajo barë që po i rëndën, e si pasoje këti rëndimit të kësaj barë e refuzonit, cëla është ajo barë? Veç një barë është. Barë që nuk keni në gjendje. Shikoni sot ullë kur është e Mekës. Shikoni sot ullë nuk keni në gjendje me pagu kostën e pasimit e dozimit me një ullje të ndikimit të epshit në jetën e juaj. A ka që të ligjenja? A ka që doptjenja? A ka që smunësh? Mi thonë për shamë për një të vërtet, që ti e dinë së është të vërtet. Ata e kanë di së është i dërguar i Allah të gjellë. Ama nuk mune me pasu këtë vërtet, e pësë është e vërtet, e pëse ju ka thonë pejgamberi, kulu la ilaha illallah, të sudu l'arabe u lagjem, thuni la ilaha illallah, keni me kunu dhecët e arabëve dhe jo arabëve, që shikon meke pejgamberi, thuni la ilaha illallah, ja u ka premtua dhe u dheqen. Qa ka thonë për? Kanë thonë si kurse, thunë dhe sonë e gjuhën sët, apo, po bre mirë është ama rakinë së në lehë, për. Që të e kam të lashtë, për një gotë alkohol, apo, për një qef në bijaz, për një epë saktuar dikun, nuk je gjendje me pagu kostën e uzimit, a që ka që i ligja, a që ka që i dëmtja? E si kur s'kishtu i pare, pejga më së pëtyri më, po, për gjdo mësim që t'jepni, ka që pare. Në kalkulimet reale, a këshim pas hesap me e pasu? Po, kanë pas hesap, se sabët e kanë pagu opët. Qka ka lyp? Ka lyp këtë ja kanë jep, ka lyp këtë ja kanë jep, ka lyp me lëshu venë ja kanë jep. Po në funda kanë fitu. Po kanë fitu dhe të njëpë, kanë fitu. Në kohën e Bubekrit, sa është zëru teritori u dheqës. Në kohën e Omerit, ka prek përëndërit mdoja, përëndërit mdoja. Sa që jedini, kër e ka që pejgamberi, kër e ka që Omeri, radiallahu ta'ala anhu, Saad ibn Abi Waqqasin, në betej me Persin, me rëzu, përëndërin persiane, do në persiant s'kanë besu se Arab ka da misulmu. Kënë këta i në qmend, ka thonë kjo qmendurit, ty në ka veç një koment, jo në undë shumë. Uria i kanë zirë, si duke sorashi më ti, s'kanë buk e kanë zirë, zori për buk qëtë gjithë kuna pëtë. Edhe i ka thonë Rustumi, komandanti i persianve, i ka thonë Ribi ibn Amir, komandanti të besimtare që e ka delegu Saad ibn Waqqasin në negociata. Ka thonë, in kanë el gjuhë këtë akhrajakum, nëse ju kanë zirë uria, mirë kemë sa të do një burra, ju ngi mirë, hajtë një ka Arabia atje kapëtëm. Shkani atje ku këni venë atje kapëtëm. Normal jo, beduen, me deve të një mërzu përëndorin e Persisë, në men jo. E për cili ka qenë reagimi Ribi ibn Amir? I ka dhu që sa pun milli. A i vakti kur për mill në mashtë ka marë fund. A i vakti kur për një cupë buk në ngreshtë zhra ka marë fund. Tash tjetër rëfim për shkruat. Tash tjetër storje, tjetër histori, tash im tjerna, si ema të partë. E kush jeni ju? Ka unë, Zotin e ka që kësaj rada,
S'na kanë nxirr buka, as Kurajsh, as Abdul Muttalib s'na kanë nxirr, po na kanë nxirr Zoti xhalla xhelalu, që edhe ju më ju nxirr nga errësira ndrita apo. E tash është tjetër histori apo. Tjetër muhabet tash apo. S'kana armë jo mor tokën, as bukën më hongra apo. Kanë armë ju nxirr nga mindiqi dunya, nga ngushtimi i dunjas, ju s'dini merr numra. A kupton subhanallahu Rabi ibn Amir apo domon beduin me sanallë ka ardh apo pe Medinës e komplekson perandrinë e Persisë i thot ti s'din merr numër për dunja unë të mësoj apo. A kuptoni ku kanë qenë këta njerëz apo? E kam pagu kasta. Që të kasta s'ka dorë me pagu bugjali. Edhe pse i ka premtuar Allahu xhallahu dunja e ahiret apo. Se ka unë Allahu na inna Allah bta'athana. Allahu na ka nxirr neve që më nxirr nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit njerëzve. Do njëni ult, ju adhuroni idhu, ju adhuroni cung. Çfarë niveli, çfarë degradimi është kjo aftë? Allahu na ka nxirr që ju me adhuru Allahun te barutala. A ngritja? Edhe Allahu na ka nxirr që mi unxiri min diqi dunya, nga ngushtimi i dunjas, ngusht, ju s'dini mërnu ila siati dunya wal akhirah. Në gjerësinë e dunjas e të ahiretit, dy me neve fitani, edhe dunjan e zgjenani, edhe ahiret në fitani. Për çta këna orë na thon? Për s'është tim buka, s'është tim ujë kjo punë thon. Prandaj të vëllezër, edhe me lyp në këmbim, me udhëzim, dunjan me adhon, dush me adhon. Se gjithë fitan të thon. Se çka i duhet Allahu dunja e neve apo? Çka i duhet Allahu xhallahu ala kuleta neve? Çka i duhet? Po e ti është, ai ta ka dhënë apo? Nëse e lyp, jepja, se e ka për me ta kthy shumë fish. Çata? E ka për me don më tepër. Nëse të lyp Allah nga koha, jepja kohën, se do me t'jap më shumë nga koha. Nëse të lyp nga çka do kuft, jepja, nga se ka për me t'jap më shumë. Çit kosto me këtë kalkulim s'ka qenë gjendje me e kuptu kur është Mekës. S'ka qenë gjendje atë. Ande Allah pot em yes'alukum ajran, po i lyp. Unë këtë e shpjegova deri tash edhe sikur të kesh lyp. Po se ka lyp. As s'ka un kurrë. Kurrë s'ka dash. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Na s'dojmë për juve as falënderim, as mirënjohje, as kurrë. Udhzohu, adhuro Allahun xhallahu, bën mirë, rregulloj raportet me Allahun xhallahu, pajtohu me njerëz, bënu i dinjitetshëm, bënu i drejt, bënu i mirë, nimoj e familjen, nimoj e të afërmit, ndërtoj vendin tën, e tutje mos më përmend kur një tonë mua më. Prap s'ka qenë gjendje me marrë. Pasi Allah tha, em indahumul ghaibu fa hum yaktubun. Atje përpara than shair, apo i thon poet, në të rabbesu bihi rajbel menun. Na po presim të këdes, shkon kjo dhe bëni veç pak sabër. Apo. Dhe ajo që po e sjell pejgamberi në mes të njerëzve çka është? Është gajb, është shpallje, është e fshehtë apo. Allahu xhallahu ala po thot, ju po thuni apo që ky ka me dek, edhe përfundimi të ka njuve. Do një po parashikoni ngjarje nga e fshehta. Mos e keni ju gajbin dorë. Do një gajbe ka pejgamberi sa me Allahun xhallahu ala. Ju keni një gajb tjetër. E tani do të më shih cili gajb fiton. Shikoj çfarë ironie, do çfarë subhanallah, me si Allahu xhallahu kjo në çmim, kjo përbuzje. Apo nuk e keni gajbin që dini ju, s'keni qasin gajb, po hala shkujmë në hapë matutje. Apo, Allahu xhallahu çka thot, amindumul ghaibu fa hum yaktubun. Mos vao këta e njohin të panjohur, ose ju nuk e njohin të panjohur, këta në shkollë më lart, këta e shkruajnë vetë të panjohurën. E shkruajnë ju të ardhmën e popujve. A vendosni ju kush ka më ngritë, kush s'ka më ngritë? A ju vendosni? A ju vendosni kush ka më pas punë mirë materialisht, kush ka më ngritë? A ju vendosni? A risku ndor të juaj? Apo ndor një është risku apo? Ju keni me vendos ky njeri apo me pas çka me hongur nesër ju? Ju keni me vendos apo? Ata kanë ditë që ju se kur i ka pyet kush u furnizon ka Allahu xhallahu ala. E po mirë do qysh thoni Allahu furnizon e njëri që Allah ka dërguar keni më thonë që nëse na stjapën të kemi dekuni. Qysh? A kupton domon absurditetin, domon çrregullimin total
që i është shkaktu Kurejshve si pasuje këtij tërmetit shkaktuar nga ana e shpalljes kur ka ardhur në jetën e tyre. Ka mujt me kon shumë qetë, shumë rat, kretë mi gëzu, shumë mirë, lejt këshijat, lejt besutnit, lejt zullumin dhe fita në dunja në ahiretën. Pasi Allah Gjello që ka tha, em juridune kejden felledhine keferuhumul me kidun. Nuk është punë, nuk është çështje, do më thonë, pagese, barre, nuk është çështje mungese gadishmërije, do më thonë për me refuzu. Nuk është çështja e diskutimit, nuk është çështja e debati. E çfarë kusht esenca e nimit është se ata, Allahu xhallahu thot, domethënë em yuridun kaydan, apo ata për te kësaj janë duke e thurë një kurth. Janë të bu kurth. Në shtirën kësha në epti përgjigje, po mirë na përmenojmë tash mendimin ta kthejmë në përgjigjen, s'ka të bëj kjo fare, kjo është veç formalitet. Esenca është ata thurin kurthe për me eliminu pejgamberin alayhis salatu wasallam. Prandaj shumica e dietarëve të tafsirit e kanë përmend se kurthi përmendur këtu është i përgjithshëm, padyshim. Mirë po, në kontekstin e jetës së pejgamberit ka të bëjë me atë takimin e Kurejshve që mbledh kokat e Kurejshve, e ka ardhur aty edhe iblisi, shejtani i personifikuar në formë njerit, plak. Edhe i kanë përmend 3 opsione. Këto opsione Allah i përmend në surën Al-Anfal. O idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka. Kur bënin kurtha ata që mohuan në Mekë, çka më bë? Li yukhrijuk, me të nxirr pikë këtu apo. Me nxirr pikë këtu. Ka qenë diskutim me nxirr pejgamberin për Mekës. Me po ka thonë dikush aty, me nxirr shkon boti fort, pastaj vjen me fiset janë në lufton s'ban, bjen kjo opcion. Edhe plaku thoi kjo, çfarë është? Bjen kjo opcion. Plaku. Atër çka vo? Li yuthbituk me të lidh. Është i burg. Ka më është i burg, fisën e ka të fortë, ka kranë fort, Bani Hashim. Fisi është i fort. Vinë nxirrin. S'mund. Au yaqtuluk. Apo mas mirë me evra, tha Abu Gjali. Ishte opcioni i përshtatshëm me evra, pejgamberi alayhis salam, po ishte një telashe, kush e vran, kush guxon, domethënë me hin gjak me fisin Bani Hashim. Atëherë tha Abu Gjali, tha unë kam një ide. I japim shpatat, domethënë 40 djemë vetri nga gjitha fisit arabe. Edhe ata futen natën në shtëpinë e tij dhe të gjithë njëjtin moment e godasin. Dhe kështu që shpërndahet gjaku i tij te këtë fisit arabe. Fisi i tij në Banu Hashim nuk ka mundësi me luftu me këtë arabët. Do të detyrohen që të binë në nivelin e dijes. Me pagu. Pare japëm sa dush, pagujmë gjak, së të lashe. Atëra i plaku tha, hadha hua rej, që kjo, që është të menot, që kjo është i meqmi. Pra e të rëzër, eliminimi i njerëzve, atentatet, vrasqet, për me largu nga skena, indikimit edhe me largu faktorizimin, këto janë mjeshtit vjetra, të të rëguara ko pas ko, edhe në kohën tonë, fatkecisht, në rrujtë Allah gjellojnë nga shirët e tila. Andaj, tha, po, vëlla, që kjo është mendimi. Edhe kështu ja bënën. Mirë pa Allah, që ka tha? Kër i përmen 3 opcione, që ka tha? O jem kurune, o jem kurullah. Ata bëshin plane, e dhe i kishë bo Allah para tyne. Apo? Që ka me dalë kjo pejgamber nga kjo vena, s'keni me kapa. S'keni me kapa. Mirë po, shikone dalimin të lëzën. Shikone dalimin. Ato që e këna përmen vazhdimisht. Në çdo situatë duhet mu shpërfaq që ti e ndryshe. Edhe në armiqësi, edhe në kundërshtim. Gjithë më të shmëkallu që të si asi niveli, të si asi kategoria, jo, të zbjena të banalitetet, ti e ndryshe. Për shkak se ti e musliman. Pejgamberi alayhis salam mori urdhën nga Allah me dal nga shtëpia. Mori urdhën me dal nga shtëpia. Edhe
e thiri Aliun radiallahu ta'ala anha. E i tha, shikoni, ata tanë ditë një kanë thonë mashtrues, gënjeshtar, ama parët kuj kanë majtë, emanetet kuj kanë majtë? Te Muhammedesëm, aja u ka rujtë, emanetet, që shto pare i kam, se shpe mi merë djali, gruja me bumë mi pa, mi harqit, rumi ti, beriko, ja ka rujtë parët ata, arin. E ka thira Aliun, i ka thonë qëre, na po ecëm, në sabah, kur qilë sabah, qëtojën të Bujehlit. A kuptan? Po, qyrë me Bujehli, po i pëthot me të vra, mërja parët. Ja, na siem si ata. Na si o marim atyna. Na nuk gënjim, na nuk mashtrojmë. A maj po ta banë, pa e qata së është muslimanaj. Apo, për qata? Krejt emanetet i kalon mja u këthy, një ka një. Na jena besnik. Na nuk të rathojmë, na nuk mashtrojmë. Na im nuk jemi, nuk jena me ndjelet. Na dina me lujt lojnë. Ama të poshtër nuk bohemi, të këqi nuk bohemi afta. Qëto është dalimi mes muslimanët dhe tjetër të apëton? Qëto dalimi afta? Edhe ka dalë pejgamberi në mes të tyne, se kanë pa apë, se kanë pa. Ka dhe të transmitive që përmenën se ka zbi surja Yasin, e Allahu Gjelloha ka përmenë që me kënu fillimin e kësaj sure, ka hudhë plor, edhe ka dalë, në mënë pa pas mundësia ta me e pa. Ka dalë pejgamberi a.s. Kur ka një mrena, e ka nërgu plafin, ka dash me godi, ka po fëmi, Aliun, ka unë veçina në bele badihava me fisin Beni Hashim, po nuk razoj qëllimi. Edhe ka dalë pejgamberi a.s. Andaj, ju rridu në bi i kejden, ju dëni me bukur, tha? Ju dëni me e rënu, me e pengu, me e largua, që Allah ka vendus me vazhdu. Së mund e shumë. Andaj, trathia dhe kurthat shpejt demaskohen të vëzër. Wallahi, demaskimi i kurthave është shumë i shpejt, po dëm pak sabër. Andaj Allah tha, felledhine keferu hul me kidun. E meq po bie fjala për kurthin, a do një kalzu kush bjen kurtha? Ata që më huan. Ata ka mëron kurth. Për shkak se ata për me arsyetu mohimin e tyne, për gënjeshtimin e tyne, kanë me bo lloj trathie, mashtrimi, tendenca për manipulim. E kanë mëra vetë në të kurtha. Nga se, ola jehiku l'mekru se ju ila bi ehli. Allah tha regull, merë në regull njët, në kurth bia aj që je thur vetë, aj që bën trathie, mashtrime, qaj bjen ta? Qaj bjen? Njëri unë e pasë, njëri e mirë, e runë Allahu të barek o tala. Andaj tha, ata kanë mëra në kurtha, ju aj që ata thurën kurtha kundër ty në aftan. E pasë Allahu Gjellera vazhdan me pyetje tjera. E tha Allahu Gjellera, em lehum ilahun gajru Allah. Mos vol arsyeja e refuzimit është se ata kanë një Allah të vetin. Kështu që Allahun e vet, Zotin e vet, nuk kanë hesab me lëmë për Zotin tanë. Mos vol që to hesab ato. Subhanallah. Me kur të pyet një dhush, kënë e ke gjithë më të mirë se Allahu Azza wa Jall. Cila ka qenë e thirrje më e mirë, më e këndshme, më e ngrohtë, më e dobishme, më e natyrshme, që ju ke përgjigj dhe je përmbush me atë përgjigje, andaj s'ke nevojë ti përgjigj Allahu xhallahu. Cila është e thirrja vëlla? Kush është më i mirë se Allahu xhallahu? Sigurisht se Allahu te vërtet përmend në surën An-Naml, Allahu khairun amma yushrikun. Allahu më i mirë apo idhët e juaj? Cili? Dihet përgjigje të ndodhë, dihet përgjigje. Andaj, emlom ilahun ghayrullah, a mos kanë Allah pos Allahut, kanë një zot tjetër pos ti, jenë përmbush besim, jenë të kënaqur me pasim, jenë kënaqur me adhurim. Prandaj si bën përshtypje thirrja jote, mos vallosh kjo çështje. Wallahi nuk është. Çfarë kënaqësie në adhurim kanë përjetu kurreshtë e Mekës? Kallzoni. Për shembull, të ndrozër, wallahi dallimet janë të qarta. Poetët janë njerëz që kanë aftësinë më të madhe me shpreh emocione, edhe kur s'menojnë që është ata të dimë shpreh atë. Për kënaqësi të caktuara, për domethënë pretime të caktuara kështu më radh. Po çfarësh, për shembull në pozitë për dashni, kur tregon që domethënë çka është për të një dashur në jetë, apo sa është i varur prej saj,
çfarë kënaqësie ka kur e sheh, kur rrin me ta, kur flet me ta, e këtë e përkthen në poezi. Ti lexon thosh çfarë përjetimi atë. Ama ky poet është. Merë që të poezia të poetëve më të shkath, më të aft, më orator në historitë njëzimit, që kanë përshkru ndjenjet e caktuara që i ndi njerin situatat caktuara kur është me dikën që e dënë. Merë ato me njëllë. Merë përshkrimin e devotshmive që kanë folë për përjetimet e namazit natës kur vetëmojnë me Allah në Zogjela. Edhe shika pastaj cila është jeta për një me reale, ku është knetësia për një me aftën. Përndaj Allah Gjellona në surën Sejdë, ku përmen knetësin e namazit natës që apo të gjafa gjunubum anil madhajja, i lojnë shtratin, e lojnë grotësin, e lojnë knetësin, e lojnë ratin e gjumit, të gjafa gjunubum, ngritën, largojnë trupin nga shtrati, për me lutë Allah në Gjellona, për madhru Allah në Gjellona. Fela ta'lamu nafs. Shikoj Allahu po thot, nuk ka shpirt mbi fytyrë tokës që e din çfarë kënaqësi këta pretojnë. Nuk dini ju. Ju nuk dini kënaqësinë që e kanë këta, nuk dini ju. E kuptoj? Allah, emrum ilahun ghayrullah, mos keni më zot tjetër që një me kur pa adhuroni shpirti po i kënaqet. Mene po i qetësohet. A ka kësi Zoti? Po s'ka vllazni, nuk ka. Shikoni vetë kur do qoftë, apo janë pretimet momentale, formale, me pasojë pastaj të komplikuara, të vështira, me depresion, me stres, me ngarkesa. Ai që Allah na dhuron. Shikoni pretimet apo. Veç me lexu krahasimin që Ibn Qayyim rahimullah e përmend mes atyre që doin mu qetësu me muzikë dhe atyre që qetësohen me Kur'an. Tjetër dunja u krejtë. Jo dunja, tjetër dimension, tjetër nivel komplet. Ka një që e ngojnë për mu qëtësu, apo për me pretu, nga tingujt e muzikës, apo. Edhe që i knaqët në Kur'an, fjallë Allah të të gjelë, hel jes të ujani me thele, a janë këtat njëjtë, a janë barabartë? Kora Allah. A keni gjithë një zotë tjetër? Ju s'kena gjithë, ani? Andë Allah thotë, subhanallah janë ma i shrikun. Së është punë zoti, së është punë Allahu, së është punë që ka gjithë i ka, andë i pasur që fëtë Allahu nga të gjitha ato njolla që janë veshin Allahu xhallahu ala dhe shirkun që ata e bojnë në raport me Allahun xhallahu ala, i pastër se Allahu te barekutaala. Ajo çështje njollosje, është çështje vallahi që njeriu e ndyt vetën e tij, duke u shkarravit në beturimet e ndryshme të dunjas, duke eksperimentuar me jetën e vet, duke u bart herë një kuptim, herë një adhurim, herë një idhull, herë një drejtim e kështu me radhë, në kërkim të diçka që nuk ka mundësi kur me e gjithë, përveç se të e pragu adhurimit. E pa mundë shmasht. Nga se Allahu ka gjiku që shtopën. Allahu ka gjiku. E Allahu kur gjikon, nuk ka dikur që ka mundësi me rënu gjikimin e Allahu të azogjavë. Nuk ka mundësi, e pa mundë shmasht. Dhe Allahu pa dhatë, subhanallah ja ma i shrikun. I pasrës Allah nga gjdemet, dhe nga tëra që ata janë veshën Allahu të barek o ta'ala të. Pastaj Allahu thot, e përshkun në nivel tjetër të dehjes, të mashtrimit që ja kanë bu vetë vetës. Të nërlozër, njeri me bo me dasht me dit e ka mirë, mundet me dit. Po me bo me dasht me gënjy vetë vetën se e ka mirë, mundet me gënjy. E përsit disare atë rranën e vetë, fëlla mu binë, mi thonë vetë qëre, kur të këshirësh, kur të menajsh, kur të bëjsh, edhe vjen një legje. Edhe qëka dhëtë, mos e ngutës mu, mos vetë mu qësh është, me nëzi u rahatum, me nëzi e bindë dë vetën që mirë jena, mos në ngutës mu, mos në prak mu. Që ta njerë nuk kanë qefë, për shambull, me ngutës, me disa pyetje, që jo prish zonën e konformitetit, me nëzi u rahatua, burë, pësa po më lëkun të ashtë të. Për shta ke po do njerës, s'kanë qefë me folë për shambull për gjëhenimin, apo, se ja prish të rezinë, Allah. S'ka që me folë për dekën, se ja prish rahatinë, Allah. S'ka që me folë për Zotin Gjellë Gjellalu, pse janë ngacman në natëshmërin, e kur të razohet ndërgjegje e natëshmëria, rritet para hatia, a i s'ka qef. Me në zhura atum që jena ardhë qështu rasisht.
tash qa dul ty tash opet me në ngucë këtë farë pune, jo të kriju me lene rahatu, ose menzin e rahatu, apë, ne kuptut? Menën së rahatu, apë, menën së rahatu. E në bëhen e kësë rahati e tash fëllan me i gjyku senet, apë. Andi Allah thot, o in jera u kisfen mine semai, saqitan jekulu sehabun mërkum. Edhe në qofë se ka ata nisët, kisëf është copë, e caktuar, pjesë, dënimi. E nëse Allah u qënë dënimi, dire ka ata. Qëka thonë? Thonë njëre e ngarkume, vetë që se kalë që u shia. Që ka dirin që fa nivelli njëri arrin me e mashtru vetë e ti. Përfiton njëra të pa drejta. Përfiton njëra do mon të pa ndershme. Edhe arrin me bind vetë nëse mire ka më thënë. Nëse veç e ndran pozicionin, e ti shkon filonin vend tonë, e ti Valentina tani e thot, nuk ban se nuk ka rregull kjo, nuk ka çështë, po mirë, kur është çdo pse po i ke? Apo a keni pa edhe don në skenat politike që kështu ndodhin apo derisa e ka ban duhet, si të ndron ka, nuk ban, nuk ka rregull. E pse po i ke kurrikon ti e tash po i ke? Andaj thonë, e keqe është e keqe gjithmonë. E ndershme është e ndershme gjithmonë. E pasërta është e pasër gjithmonë. E ndyta është e ndytë gjithmonë, zdrënja. Ndroj pozicion që është dushti. Djathë, majtë, që është mbetet. E pa njeri, janë drejt vjetë të dhe. Si kurse populli i Hud të Alisam. Hud ju thënë dhe kam jarë dënimi Allah të zhelë. Edhe ju mblidh ratë, që si shaj dënimi, që përgjën dënimi, që fa ka thonë? Hadha aridun mumtiruna. Kjo është një ra, vere, arid, u shmledh rastisht të arë ka na, ka më rashi, e tani na fëllat ditën. Mirë për Allah, që ka thotë? Jo, nuk është re e verës, nuk ka ranë shio më ratë jo, nuk ka ranë shio, si këni bo punë që për shio, e qka është këra që përjën, ka thonë Allah Azhjel, është një ere foqesme, të dëmë miru, kulle shein bi emi rabbia, që tash ka me shfaros gjithë shka me izin Allah të Azhjel. Tash keni me pa kjo erë qëfar shiu ka me ullëshu. Tash keni me pa bereqete që ka me usil. Mashtrim. Pra na merdun mashtrim. Pra na merdun gënjeshtra. E kur vjen dënimi Allah të Azhjel, prap menon që unë pët punë mirë kam i pas. Si kurse ata dy kojshi në surën Kehf. Njoni, i ka e pa Allah mundësi material, i ka e pa Allah Azhjel të mira. Edhe, qëka thë i ka thër? Unë e kur s'besej që ka prikshet, qëfar kiamet e Allah? S'ka besu në kiamet. Ka thënë, vale in rudit tu ila rabbi. Edhe në qoftë se, hajde po themi kushtimisht, ban vakia me ndu të shpathushti, o kojshia jam besimtar. Se besimtar e këshillaj këtë i ke, ma burë mos bë kështu. Mos u qa pesh, mos bë arrogant. Beson Allah në gjellë ola, bënë falëndëruas, të ka për Allah të mira, alhamdulillah, të ka për Allah mirësi, Allah në falëndëraja. Nëse që pesh, a i thejke, kush uarë për atjet, po qëfar shkatrume, po qëfar kiameti e kështë më radhë, e dikur nuk ish më që ka me dhënë dhe qëre për burë. Edhe me konë që po thuti, shika, edhe me konë, sashtë po, edhe me konë, na mund gjallë, e me dalë para Zotit, unë e petë këmë po të punë më mirë se tjepë. E pse ti punë, unë e falu, unë e në gjinë, unë e pihara më rujt, ti e petë zemë më të mirë se unë e për. Për ka ti o lavta. Ki pa do njërë për shemull, ja për në vetës e drejtë me thonë, kush, unë e një me si bëjt dhe punë, një me edhe zbesaj, a ma të garantej si, ma shumë se gjyse haqjive që shkun haqë ma mirë se ata e ma për. Lëmi ti, që për mund është që shtyp me menu, apo. Për ka o lavta. Allah po të, wa i jero kisfel mine sema, shuajnë dënim ka ju e në për qili, që ta është komo po mira, pëtër. Ta është bjen shi, e ta është fladitëm. Jo komo po mirë sahi, vë që për juve, për diko tjetër. Se mirë komo po gjithë syqin, inshallah, me iznë Allah të azogje. Andaj, njeri i vinë dënimet, i vinë problemet, i vinë telashet, dhe krejt gjithmonë, kur nuk merë gudzimin, me thonë, ka dalë burë. Nalë se, nuk përshkan, nuk banë kështu. Duhet me llogarit vetë vetën, hajde të kthejnë, hajde të përmirësona, hajde të shtoj bamirësin, të shtoj kontributin, të shtoj sadakan, të shtoj këtë. Ja, se ka këtë punë heq, absolutisht.
Po, thot, këto janë lëvizje tektonike tokës, apo? Që çështu ndodh kjo rast, si falu, si masu fal, ato toka i ka lëvizje tektonike. Po dikush i ka thonë lëvizje tektonike lëvizni. Neve që kjo për navin, kush i ka thonë? Apo? Në ke pa njerës, kur bëhet tërmeti, zdojnë mi i këthirë në zim. Mos e keq përdoni fatkeqësinë natyrore. Hapetaj menon se puna mirë është, veç natyra ka lëviz, apo. Apo e kuptoni dehja dhe çfarë drejtërin? Kjo dehje. Ka mu deh njëri nga gënjeshtra e vetë. Çaq shumë e ka pi rranën e vet që u pi. A keni njëri mu pi rranën, apo pijet. E tani çashtu ti dehun me rranë vet, menon që edhe kur s'është i mirë, edhe kur mashtron, edhe kur gënjen, edhe kur vije, edhe kur mashtron, buri mirë jetë, apo. Me çfarë kalkulimi që apo? Allah po, mos ju shtuhet të menuj apo? Po ju çështu po menoni? Apo? Kur është e Mekës, të rrozë krejt zezë që i kanë bo. Do me di që kanë bo. Pa drejtësi, shtypje, keq përdorim pasurije, jetimin e kanë shkel, s'kan jep fukaras, kanë pas arrogancë me një madhësi, kanë mohu, kanë luftu pejgamberin e son. Edhe prap kanë pas ftyrë me thonë, najna të zgjedhërit e Allahut Azza wa Jall. Pse? Prej ka ju jeni populli zgjedhur me Zotit Xhelel Xhelalu, prej ka kanë thonë, se manin merë një kontrio, do kur të kalzojnë të prolla para 200 vjetë, apo, i ri e kontin, në të vaksinikon jo, si sot e mojnë men, kur orë e breheje me rëzu qabën, Zotit e ka myta. Për kanë e ka myta, për neve në mbrojta. Ata mënën që për ta, Allah e ka lugu e brën për qabën, se ajo qabë ka më bo shtëpi e adhurimit për pejgamberin që përlinë, se sa për juve ju kësh mytë Zotit me gjithë elefanta. A kuptan? A ne problem është ku njëri e menon që dunjoja ka i silët, menon, që dilë dhe për të linë, se mësë me kohë najnë anë tërë shumë metë, ka një që shtu menojnë. Ka një që menojnë që, dëmon, qa që është i mirë, apo, që dëmon, na hajmë bukë, hatri tina, apo. Kur t'ja këshush veprat, mos është e kundër të helbet Allah, se këshu mongër hala pak më mirë, mësë më pakon të japëtër. Nështë mësë më pakon të njerëz, punë më mirë i këshu më pasë, apo. Nështë, bëma ki japëtër. Mësë më pas do të këqi, do të ligë, mësë më pas, punë të këshu më pasë, dhe më mirë i këshu më pasë punë. Aja këthën të kundër të japëtër. Andi Allah po thatë, o njëro kisë femine se me i sa këtan. Nëse e shuhin, ka bjen një denim, që ka thujnë? Sahabun mërkum. Ka është veç punë, dëmon, rash, jem ledh, kamera shi, kur që ma shumë, po qëfar denimi, sa punë denimi këta. No, kjo dehje. E Kurani sunon me qpi miren, me këthy në realitet, mas mu mashtu mas mije gullave, mas mu mashtu mas lajkave, mas fjallet pasënrush, me mashtrimeve, po të thirë në origin e në realitet. Allahu Gjellar pasë i thot, fedherhën, në regull, këto që i përmenëm, janë mjaftushëm argumente që ata të këndelen, të kthehen, e ti lejata, fedherhën, mos u merë me ta aftë. Në qëfar kupti mos u merë me ta? Mos u merë me përpjekjen tonë të vazhdueshme që me i bindë, se së është punë bindje, ama vazhdo me i thirë. Ti vazhdo me mësimit e tua, ti vazhdo me përkujtimin tënë, ti vazhdo me udhëzimin, vazhdo që zëzi, vazhdo me u balauqu me dilema që ata i prezentojnë e i shpërndojnë, vazhdo. Mirë po, mos e merë seriozisht që ka thujnë, që se kam për një me. Se kam për një me. Fedherhum, dini kur, hatta ju laku jaumehum u ledhi fihi u saakun. Lejnë që shto diri në atë ditë kur kanë me pa me sy shkatarim e tyne, e kanë me kuptoni a u kon re, a qa u kon. A u kon pëmdo këtë, a qa u kon. Tani e kuptojnë, kur vije deka. Ndaj, ka pa do një pej që shtot një meqëm,
Unë keme Koran me në kalzu që s'ka gjehelem. Para në. Me Koran me kalzu që nuk ka dënim në vara. Se keni kuptu ju Koranin që shduhet. E aji pa dal, aji ekspert i maqineris. Në shraf di kun kujeta i ka ditë ku me e qita. E kuj ka të zeke që është kuptu të Koranin. E kur pa dek, ja pas shu njonin i post, tha, a i shpërime a që shesh aftër? E pa ta që shesh aftër? Ta shkur des atje, a pa që shko ka atje? A pas ka, as pas ka, që e të me thonë tash aftër? A i sën tja për ligja, po, kjo është ironia. Pejgamberi mi ka pyet mushrik kur kanë vdek në Uhud. Në Uhud i ka vorros. E ta që ka thonë? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. A gjetu që i ka përmëtu Zotë ju? Këm Bedër për të mënë, i ka vorros, kur ka fitu në Bedër. A gjetët? Na e gjetëm, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Na ato që ka Allah na përmëtu e gjetëm, na fitum. Ju e gjetët. Ju e gjetët. Përdaj, adhe sa është gënimi madhë, kur të shë njëri që e ka mashtru vetë vetën, ka tentu mja lujt vetë vetës, ka punu kundër vetë vetës. Për çka? Për çfarë kosto? Cili ka qenë fitimi? Kur që më tepër, vallaj se një knatësie përkashme, një epsh, një përfitimi përkashëm që në fund përfundon edhe me dënim dunja dhe me ahiret, sikur se Allahu te barë të thot, jo me la jugni anhum kejdum shejen, wala hum yantasirun, wala hum yunsarun, wala hum yunsarun. A ditë kur nuk ju bën punë kurthat e tyre apo. S'pan pa. Aftësia për me manivru, aftësia për manipulu, aftësia për me bua aleanca caktuara kundër vërtetës, krejt rënohet, krejt prishet. Kurthat nuk kryjnë punë. E as nuk do gjejnë për krahje. Ata që për hir të tyne e keni refuzuar të vërtetën, për t'ju bë qefin, e për t'ju hyrë qef njerëz të caktuar, keni refuzuar të vërtetën që e keni ditë se është e vërteta, nuk kanë më kryj punë. Idhujt s'kanë më kryj punë, parat s'kanë më kryj punë, s'kanë më ndihmu. Andaj, a ka thirrje të më vetë disu se kjo? Allahu thot, wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalika walakin aktharuhum la ya'lamun. E ata që kanë bo zullum, i kanë përzi sanat, i kanë përmbys vërtetat, si kanë vendosur gjërat në vendin ku duhet në bazë të udhëzimit të Allah xhallahu ala, ata kanë me përjetu edhe dënim tjetër para dënimit të madh apo. E dietarët e kanë përmend këtë se në kuadër të Kurajshve e këvrim për krejt një din të gjykimit është se Kurajsht e kanë përjetu në Bedër. E kemi të sekën të kemi në kalu, po? Para se me shku të dënimi i Allahut në ahiret, e kanë përjetu dënimin e betejës, e vrasjes në betejën e Bedrën. Andaj të vëllezër, njerëzit dënohen edhe në këtë dunjë, por tentojnë me injoru dënimin. Tentojnë me kthyen tjera interpretime për me arsyetu vazhdimsinë e jetës së tyre larg udhëzimit të Allahut azza wa jalla. Allahu po thot, kanë më pësu gjithmonë dënime të këtilla. Kanë më pësu gjithmonë forma të ndryshme të problemeve, të lasheve, të ngushtive, të pakënaqësive, të parahatisë. Hala pa mri tek dënimi dhe më shumë. Prandaj të ndërruar vëllezër, po të ishte mundësia që njëri në dunjosat është, sarë në 60, 70, 100 pëllëm, me jetu krejt gjenet e ka. As si dhem kon, as nuk ka stres, as mërzi, krejt që ka dën i ka në dunjo, me dunjo në kufizume. Mi përveç mi thonë që e tani mas kësaj e shohim na qa puna jote. Qështu me kona njërë, thotë, jo, falmirës. Jo, la, falmirës. Unë e dua të qafë mas saj. Që ajo është reale, që është, do mëne, e përjetëshma. E lërë më që edhe para saj atje që është Allahu në rrën nga i dënim, edhe para saj ka heka tjera. In të kunu të elemune, fa inum je elemun, kema të elemun. Nësë ju dhem juve, nësë ju lodhëni, nësë ju hekni, pa ata lodhën, e aty një ju dhem si juve, njejt, ata që punoj për mrapsht.
E ku dallimi? Tergjune min Allahi ma la yergjun. Ju shpresojnë tek Allahu çka ata nuk presojnë, prandaj ju duhet të pas motiv më të madh. Ju duhet të qenë më ambicioz, më sakrifikuar më tepër. Nëse dikush për një dunjë të shkret, ngushtë, kputet të punua parash, veç për një trull të vogël, e ti sa dush për xhenet me punu Allah. Në saj rrin pa gjumë për shkak të një kauze të caktuar, që në fundet është as ka me gëzu, ka me dek, dikush mas ti ka me gëzu edhe s'kan me a përmenamin, po prap me gjithat sakrifikan, e lodhet, e munohet. E ti Allah, ti që Allah të përmen në qiellën tokë, e të ngrit, e të forcan, e të ndihmon, e të përkra, e në ahiret shpërblen, e ti ku i ki ambisit Allah, ku vullneti, ku është lodhja, ku është gatishmëria për punë, ku i të ladhë, me në zizhak një kom të engrejëm tënë, apo, përmena, negociata, për shamu pytje, hoq, a bolë veç fazën me falë, sunetet, mos me falë, sunet la, a dhe në është jo, ani, a kuptan di mua betin karabë, a kuptan, sabët jënë shtyme pejgamberës, a i pako ata ashta, a i dhe kemi jo paku, që zbanë kështë, jo, na mune ma shumë, na sot negociojmë, apo feja nuk të ashton, të qëtu, a bën malira pëtën, pra da i të nëzëm, du të më vedisu, bëllaj du të ambisje vullnet, a din knacin e kujt për e kërkanti, a din shpërimin e kujt për e kërkan, a din kush për të përkratu ju, a din, ndë Allah gjellë, pas i ka përmen që këta, as përkrahje, as ndim, zhgënjim, dëshprim, vuajtjet caktuara në dunja, mësat për ahiret, qka Allah u thot? Wasbir li hukmi rabbike, fa inneke bi a'yunina, wasabbi bi hamdi rabbike hina takum, wa min al-lejli fasabbihu, wa idbara an-nujuma. Allah u tha, wasbir li hukmi rabbike, dura dhe pak në atë që Allah ka caktu. Këtu caktimi është, dhe më thonë edhe, caktim kosmologjik. Dura pak caktim të Allah në kader. Allah ka caktu që ka sprova. Allah ka caktu që kime pagu koston e të jetuar në dunja. Besimtar, jo besimtar, gjithë kush e pagu në këtë kosto. Bëhu i gaci me pagu nëmën të Allah Gjallahu Ala. Ma djedhin qofë se është aja për besimin tënë, apo për adhurimin dhe Allah Gjallahu Ala. Paguje, wasbir, basabër pak. Ndaj caktimit të Allahu Gjallahu Ala kosmologjik. Po ndaj caktimit të Allahu shriatik, Allahu ka gjyku që kjo punë është haram, kjo punë është farz. Basabër pak. Wasbir li hukmi rabbik. Shiko, çka i thot Allahu pejgamberit? Basabër. Ata kanë marrë me tonë që në këtë kohë tash ky rregull nuk është i vlefshëm, tash na duhet me bëu pak më ndryshe. Wasbir. Basabër kundër fushatëve të tilla dashakeqe për me deformu udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, për me prish gjykimin e Allahut Xhallahu Ala ndaj një çështje se a është e lejuar apo e ndaluar. Basabër. Fa innaka bi a'yunina. Çka fjalë të vëllezër, krejt kalbimet i ndron ta atje. Krejt i prish ato të mëshmet. Fa innaka bi a'yunina. Mos harro se në mbikëqyrjen tonë të përcilljena, ti je i joni. A ne për sabër. Fa inneke bi a'yunina. Ti je i joni, të përcilljë. Na po të mojmë. Veç qëndrë dhe pak aftën. Ndaj, të ndëllëzër, fushatët saktuara, për shambull, për me prish rendin familjar, për me i prish pozicionet në familje, për me e deformu rullën e grus, edhe këllë nëmën të fesë, janë fushatat rrezikshme, janë problematike. Mi po wasbir, sabër që ndrose. Allahu Gjallahu Ala ka me e ndryshu situatën për të mirë. Kanë me kuptu njerëz se çdo tendencë për me e deformu shpallën e Zotit Gjallahu Ala kanë me pagu me vujtje dhe mirim. Çdo tendencë, çdo përpjekje për me e largu udhëzimin nga jeta e njerëzve ka me u kthy në mirim, në vujtje, në përçarje, madje edhe në luftra, në gjakderdhje. Udhëzimi i Allahut është udhëzimi i paqes. Ai garanton raportet mira mes njerëzve. Ai garanton dashamirësi, paqe, tolerancë, solidaritet, gjithçka që i duhet njerëzve e garantohet me
udhëzimin e Allahut Azza. Nga se ai e din çka na duhet, dhe ai na ka dhënë atë çka duhet. Tendencat për me përmbys këtë udhëzim, me e shtremnu këtë udhëzim, me e ndryshu këtë udhëzim, ka me sjell mirim dhe vujtje tek njerëzit. Prandaj Allah tha, "Wasbir, mos sabër." Ndoshta ndonjë motër muslimane ka me dëgju që kur të kanë thonë që shamia është obligim, ju në konë do hoxhallar të shtirë ju në konë ata. Radikali në konë. Shamia nuk ka borç. Nuk është adet i arabëve. Edhe kështu kemi një ata. Kemi një, kemi një pak ma shumë këse fjallë shumë. Se jo një ma herët do vene ma largë të është vinë të na. Kemi një kështu ata. Për me endryshu gjykimin e Allah të zhjel. Namazi është ngritje shpirtnore. Ta është ti angritesh shpirtrisht të këzoti, të e falë drejken, për shambull, apo a të e këqyrë në i plëm të këtëru, për shambull, a të e këqyrë në i, për shambull, natyr, a të lëndru në deti, për shambull, meditan, e falë drejken, se din nishtë të saktu në shkova, për shambull, ka me pasi të lifara, wasbir li hukmi rabbik. Gjykimi i Allahut është i njohur, çka dreka, çka xhumoja, çka shamia, e çka xhaxhirimi. Ba sabër, rrit qëndrueshëm këto gjykime të Allahut xhallahu ala, fa innaka bi ayunina. Nga se kjo është feja Allahut xhallahu ala. Ai ka më mbrojtë, ka më rujt apo. Ti veç mundo me kondull ti kaq. Allah I tha pejgamberit, ti mos negocio me ta, mos debato me ta që dojmë me ndru kët gjykim. Ti I mbrojtur, fa innaka bi ayunina. Ti I mbrojtur nga ana ynë. Ti I mbrojtur, na të mbrojmë. Andaj Allah tha, "Wasabbi bihamdi rabbik." Mirë, ku me marr këtë sabër? Si me mirë mbajt këtë premtim që ti po më apo Zot? Me dy sana. "Wasabbi bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu wa idbar an-nujum." Allah tha, "Madhroj Zotin tënd, thuaj subhanallah." E thuaj alhamdulillah. Subhanallah të rëllëzër, nuk është fjallë goja. Subhanallah është dëshmi, është deklarat, është veprim, është reagim, është manifestim, është qëndrim, ku përmes të gjitha këtyre ti e shpërfaq bindjen tone se Allahu xhallahu është I përkryer dhe s'ka të meta. Andaj kur Allah thotë bëj sabër na që Allahu ka shpall, ti din se kjo është e duhura, s'ka të meta, bëj sabër. Allah është I pa të meta. Kur ai gjykon me drejtësi. Kur ai cakton për ty, cakton me drejtësi dhe me urtësi dhe maturi dhe me atë që është e duhur. Andaj kur thua subhanallah, ti e qetëson shpirtin tënd se keq ka ndodh, në rregull është. Keq ka Allah kërkon për te, në rregull është, e duhur është. Ku e gjen qetësinë që këto me I pranu, me gjokës të hapur, me mendje të hapur, me gatishmëri të plot për nështrim. Ku e gjen këtë gatishmëri? Ku e gjen? Tek fjala subhanallah. Dhe vetëm kaq. Subhanallah, Allah nuk ka të meta, veç I kaq. Jo, ajo është I përkryer. Elhamdulillah. Elhamdulillah që kemi Zotin xhallahu ala pa të meta, elhamdulillah. Elhamdulillah që Zoti jon s'ka fëmijë, elhamdulillah. Elhamdulillah. Nëse Allah thon Kur'an, elhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan. Ai më thot Allah të thësë, s'ka marr as gru, as fëmijë, as ortak, as përkras, elhamdulillah. Elhamdulillah. Që Zotin që na Allah na adhurojmë është Zot lejse kemithlihi shay. Nuk është I ngjashëm me ta askush. Ai është një, s'ka ngjashëm. Për këtë, a nuk do të thonë elhamdulillah? Njerëzit më thonë elhamdulillah kur fiton parë, elhamdulillah. Elhamdulillah ushnosh, ai më kon fort keq, elhamdulillah më mirë jam apo. Po ani edhe kjo elhamdulillah, mirë. Po ka një elhamdulillah për te I kësaj apo. Apo kur ti lexon për Zotin kush është Allahu xhallahu, s'ka të meta, I gjithdijshmi, bujari, I gjithmëshirshmi, I gjithpushtetshmi, I gjithfuqishmi, krijuesi krejtësh. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Falënderit Zot që çështo je. Që ti je Zoti jam, elhamdulillah. E kur çështo përmbushesh me tesbih, e falërim, e që pa dyshim se ibadet që ka përmbledh krejto, mas mirë është kush? Namazi atë. Namazi, andë Allah që ka tha, wa min al-layli fasabbihu. Ti vazhdimisht, domthon, hina takum, po wasabbi bihamdi rabbika hina takum. Madhraja Zotin tënd dhe falëroja sa të ngritesh hina takum,
Të ku më kanon djetartë, sarë që është për gjumit, sarë të levizë, dhe kanon sarë, dhe me thonë, të ngritesh për namaz, krejtë janë këto komente që plecojnë jetën. Kuptimi është, Allahun mënoje, me bindjen tënde, me fjallën tënde, me heshtjen tënde, me qetësinë tënde, me lëvizjen tënde, gjithmonë t'jesh i kapluar nga kjo bindje, i dominuar nga kjo bindje, se Allah është i patmeta, ati i të kënë fëllrimi, wa min al-lejli, wa idbaran nujum, edhe natën, mas mirë dhe subhanallah, është thirrja me sinqert, veç ti dhe Zotit Gjelle Gjelaluhu, apo? Wa idbaran nujum, edhe kur të largon yjet, ka thonë shumica e djetare, edhe namaz sabat. Namaz sabat. Të regoje gatishmërinë për t'ju përgjigjë Allahu xhallahu ala, edhe kur gjumi është i këndshëm, apo edhe kur shtrati është i mirë i rahatshëm, edhe kur gjithë flajnë, s'ka inkurajim, s'ka interes, por ka sinqeritet për Allahu xhallahu ala, përgjigj aftën. E ta falësh sabahun, që është simbolik e adhurimit, nëse Allah në madhënon, nëse Allah e falëndron, nëse jemi mirënjohës ndaj Allahut për begatin që Allah ta ka dhënë, dhe adhuron që është duhet, Allahu xhallahu ala, në vazhdimsi furnizohesh me adhurim, me lejen e Allahu xhallahu ala, ki me i rezistu të gjitha dilemave që mund vinë nga kundërshtarët, të gjitha hamendësive që mund të godasin zemrën tënde si vezvese e me lkund, gjitha këto paqartësi, këto hamendësi, këto vezvese, këto tendenca për qenë i rezervuar në nështrim dhe Allah xhallahu ala, gjitha këto rënohen me dhikr, me Kur'an, me namaz, nështrim dhe Allah të azugjel. Për hajtë të ndërëzër, nuk është e rastishme që Allahu xhallahu xhelalu në fillim të shpalljes, nga se e ka di se kome pas dilema, kome pas tendenca për me hamendësu pejgamberin, për me e friksu pejgamberin, për me jush pejgamberin, Allah e ka ditë këtë, andaj e ka pregadit që ketë forcë rezistuse dhe refuzuse ndaj tendencëve të tjera me çka? Me çka? Qumi lejla illa qalila. Çu falu natën për një pjesë të vogël. Namazi është ai që të forcon. Lidhja me Allahun është ai që të bën të fuqishëm. Pra të ndrum, vëllezër dhe motra, ta fuqizojmë raportin me Allahun xhallahu ala. Së pari me dije, ta njohim Allahun xhallahu xhelalu, ta njohim pejgamberin, të mësojmë për këtë fe, ta adhurojmë Allahun xhallahu ala, ta përmendim Allahun shpesh, të largohemi nga haramet, të pendohemi për gjunahet, të lidhemi me zveti, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta dojmë si duhet. Na mbron Allahu xhallahu ala, na ruan Allahu te barekuta, nga sa Allah tha fa innaka bi ayunina. Nëse bëni sabër në këto udhëzime, në këtë rrugë, mbeteni të qëndrueshëm në këtë rrugë, Allahun e madhnoni, e gëzoni për krahin dhe ndihmën e Allahut. E atë që Allahu e ndihmon nuk ka kush e humb, sikur që atë që Allahu udhëzon s'ka kush e devijon. Prandaj me këto udhëzime përmbyllse për të manduar Allahun xhallahu ala dhe për të duruar në këtë rrugë, Allahu xhallahu ala përmbyll surën Tur pas një rrugtimi të gjatë të udhëzimeve, e sqarimeve teje të rëndësishme dhe domosdoshmëse për neve. Allah na bën nga ata që e madhnojnë Allahun xhallahu ala, e falenderojnë për begatit. Allahu na dhash qëndrueshmëri, stabilitet në rrugën e tij, e na bëft shembull mirë për tjerët, e ata që na duajnë të keqen, ata që punojnë kundër neve, Allahu na rrit peshirët tyne, e na mbrojt nga ligësia e njerëzve të lig. Kaq për këtë pjesë, o takofshim me hajër në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.